Vendimin e kom marrë shumë shpejt. E kam ble edhe prej dyqanit jam dalë me ta. Ato ka duk që ka qenë një vendim I gotë shumë? Veç me gjetë ku është e vërteta, ku është islam. Dëshira jote ka qenë gjithmonë që të mbulohesh. Po, edhe ajo më vike se më i që ke që ki mbulesën. Ash lufta e ashpër është se s'lem me shku ndihma s'te hoxha. Pa kon ndihma e shehut, une nuk kisha arrit me u rikëthy të hoxha. Te une është, po është jo edhe është e prej. Po tani jam me papun, jam me të rrugve, am shohin të ecë tanë ditën e gatë, 32 kilometra, I baj të hecë. Thjesht në luftën me gjinin e zhvilloj luftë. Ajo është mes meje e tina, nuk ka mu faj kërkush. Është freskia, për 10 gradë ma fresk të ndjej. Hoxha në xhami ju ka thonë besimtarve, po afrohan, janë dhënu gratë e qikat në sytë e burrave të familjes. Po pse po të mohë te që jam I disvushtreje me 6 varre mbyllë. Kër flet edhe kër flet dreqi. Je mbuluar, ma mërmendja që je edhe pak më e kufizuar, nuk mundësh edhe çdo vend të shkosh. Unë I kam traditat e Gjergj Kastrioti të Skënderbejut. Besimin e kam në zemër, e kam me Zotin, si interes e kërkuj. Po ti mos mi shoj mu shqiptarët katolik se je ka ma shonë në temë. Pa mbules e kom pi birën, me mbules nuk e pi. Ai pas, sjellet e mira ti nuk vjen edhe të mbulesa. Unë I qoj asaj ajete kuranore, ajo mi këthën citate biblike. Edhe tani jam vesh muslimane, veç shqiptare, o vlla shqiptare. Mas pari femna nuk e din çka është ka dërë. Feminizmi thërrat ta në kohën kundër familjes. Për 1 bilion euro, unë nuk të. Asnjëherë ma kesh nuk më vjen se duket vetja si lypse.